Leonora Jakupi, e cila sonte ishte e ftuar si opinioniste në spektaklin e radhës të Big Brother VP Kosova, nuk u përmbajt as pak në komentet e saj lidhur me sjelljen dhe reagimet e shkurtës gjatë kësaj jave. Me ton të prerë dhe kritik, ajo ngriti një pyetje që ndezi me njëherë atmosferën në studio dhe në rrjetet sociale. A ka diçka kundër të pastreheve, shkurta? Kjo deklarate fort erdhi pasi Leonora analizoi reagimin e shkurtës ndaj një komenti të bërë nga Eliona gjatë një debati të tensionuar në shtëpi. Sipas saj, mënyra se si shkurta shpërtheu pas asaj fjale duke e tepruar, madje e dyshimt, sikur pas nervozizmit të saj fshihej një ndjeshmëri e pajustifikuar ndaj temës së të pastreheve. Leonora shtoi se publikun e ka habitur fakti që një fjali që nuk kishte qëllim ofendues u kthye në një dramë të madhe, duke e quar shkurtën në reagime emocionale që sipas saj nuk përputheshin me situatën reale. Kjo ngriti pikpyetje mbi interpretimin e saj dhe pse një temë kaq e ndjeshme u preku në atë mënyrë. Nga ana tjetër, shkurta u mbrojt fuqishëm, duke thënë se nuk ka absolutisht asgjë kundër të pastreheve, dhe se reagimi i saj erdhi thjesht sepse fjalia e Elionës i kishte tingëlluar e papërshtatshme dhe e kishte prekur personalisht. Sipas saj, situata u keqkuptua dhe u fry shumë më tepër se sa duhej. Ky debat ndezi me njëherë rrjetet sociale, ku komentet janë ndarë në dy kampe. Ata që i japin të drejtë Leonorës për analizën e saj të drejtë për drejtë dhe ata që e mbrojnë shkurtën, duke thënë se ajo thjesht reagoi emocionalisht në moment. Në fund, pyetja mbetet e hapur për publikun. Kush ka të drejtë në këtë përplasje? Leonora me dyshimin e saj të guximshëm apo shkurta me mbrojtjen e saj të prerë? Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.